Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes të gjithëve nga pjesa e dytë e Live from Tirana. 11:10 është ora eksakte në këtë moment, e mërkur data shënon 8 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të flasim tashmë për një gjë që nuk e shmangim dot. Në kohërat moderne, inteligjenca artificiale depërtoi jo vetëm në foto, jo vetëm në video, në të cilën shpesh herë mediat, ngjarjet politike hasin probleme për të sqaruar të vërtetën, por dhe në atë që mban gjallë shpirtin që kur është krijuar njerëzimi që është muzika. Shumë këngë kohët e fundit qarkullojnë në internet, por jo vetëm, dhe ne në radio kemi pasur pjesë të playlistës tonë që janë bërë me inteligjencë artificiale. Për diskutuar pak për rrezikun mbase që i kanoset son kështu muzikës së vërtet ose jo, se si mund ta përdorim atë për më mirë, kam të ftuar në studio Alban Male, mirë se vjen në studio, kompozitor, kënaqësi që të kam program. Visian Uksenaj, aktor, shëndetëtar, iluzionist, fan si muzikës e AI apo jo? Jo, kjo është gabim. Un jam fan si muzikës bukur dhe tekstet bukura. Por ka diferencë. E përdor. E ka bërë AI, se ka bërë AI nëse është teksti bukur, është kënduar bukur, por nuk ka rëndësi. Po pse ty të vjen njësoj një këngë e bërë me AI, për shembull, një këngë e bërë nga Michael Jackson, e bërë nga... Jo, s'më vjen njësoj. Thjesht rryma kanë kaluar një lloj faze, këndimi ka kaluar një fazë që ne dëgjojmë shëmtira, për shembull, në përditshmëri të kënduar nga këngëtar, nga artist real, që vërtet na vrasin veshët, na dëmtojnë qenjen. Kështu që nëse diçka është e bukur, pra nuk po them është më e bukur se njerëzit real, po nëse diçka është e bukur, tingëllon mirë në veshin tënd, të jep një kënaqësi kur e dëgjon, për mua është okay. Po mund të stacionosh e Top Goldi për dëgjuar çik muzikë të tamam kështu të vërtet. Ardian Spahia, drejtori artistik i Top Goldit. Po bëra prezantimin pastues, pra, dhe Ardian është drejtori artistik aty. Fika sa bukur e bëri. Ka një lloj kategorie, ka një lloj kategorie shumë të veçantë dëgjuesish Top Goldi. Ardian, mirë se vjen në program. Përshëndetje, mirë se vjen. Është vështirë të drejtosh një radio që ka vetëm atë lloj kategorie muzike, pra muzikën e pavdekshme, muzikën e art. E vështirë nuk është, sepse gjithë ato që transmetohen janë artistat që janë të mëdhenj. Jo, për të qenë tek audienca. Te audienca, po shiko, edhe brezi i ri sot aktualisht, po ndjekin domon muzikën, domon ndoshta edhe 20 vjeçare sipër. Është kënga e Julio Iglesias tani që del gjithandej. Dëgjoj, e di çam ka bërë shumë përshtypje edhe për diskutim këto. Pasi doli filmi i Michael Jackson, i cili ka disa vite që ka ndruar jetë tashmë, nuk ka vetëm fansa të atij brezi që kanë jetuar asë kohë, por ka dhe shumë Gen Z. Pra çfarë tregon kjo mbase që muzika e vërtet nuk vdes kurrë. Për ta lidhur pak edhe me këtë me AI. Dëgjoj, muzika e vërtet nuk vdes kurrë për faktin që është bërë nga njerëzit. Domethënë nuk është se ka vetëm një, për mendimin tim, nuk është se ka vetëm një bashkësi tingujsh edhe instrumentash, po aty ka ndjesi njerëzore, ka histori njerëzore, ka si thosh, është emocion. Shumë e stresëzuar gjëra, ka emocion, edhe çdo gjë që vjen si thosh pasojë një cikli njerëzor, mendoj që të paktën është më e thellë se sa një gjë gjeneruar me AI, i cili gjithsesi funksionon mbi disa modele të dhëna, nuk është se ka një gjë autentike. Domethënë ai përzgjedh ndërmjet disa informacioneve që aty janë futur nga njerëz të tjerë. Që në këtë moment mendoj unë që gjëja është më pak autentike se sa një gjë e bërë, po themi, nga Michael Jackson ose nga brezi këtyre lloj artistëve. Kështu që AI ka gjërat mira, po ka dhe gjërat këqija. Domethënë ti vetë si një njeri që ka kontribuar në ndër vite muzikën shqiptare, në Top Media, po ashtu të shqetëson futja kaq në masë e AI-t në treg? Të thash, ne vetë në radio, për disa muajsh luajmë disa këngë që janë AI. Jo, nuk mund të them që më shqetëson, sepse për disa kryesisht çështje teknike unë e përdor vetë AI. Por ndoshta nga që vi nga një formim, ku dëgjon, muzikor, shkollor, ndoshta nuk e kam të nevojshme të gjeneroj diçka me AI sepse ata e bëj vetë. Dhe mendoj që është një gjë që kalon një proces i cili e ndihmon produktin. Çdo gjë, e kam thënë edhe një herë tjetër në emision tjetër, çdo gjë që nuk kalon një proces për të arritur diku, nuk është se e paragjykoj, po mendoj që është një gjë e përcipt. Është një gjë që mund të bëhet virale për një moment, po është e destinuar mos ketë, si thosh, jetë gjatësi. Dhe
Unë do doja që AI kryesisht të përdorej në të gjithë gamën e vet, jo vetëm për muzikën, por përdorej ndoshta për çështje teknike. Për sa i përket gjërave të cilat janë prodhuese, mendoj që nuk është se i ka bërë shumë mirë kësaj gjëje, sepse ka hequr gjitha barierat që po diskutonte Visiani. Domethënë çdo njeri që ka akses në një software mund të gjenerojë një këngë të dali, dhe tani jetojmë edhe në kohra që sa më budalliqe të bësh, aq më i famshëm bëhesh, kështu që Po, e vërtet. nuk është se ka lidhje fama me bravurën e asaj gjë që ti ke bërë. Kështu që Nëse ty do të vinin kënga e fundvit Top Channel është një nga ngjarjet më historike të kësaj medie, që audienca mezi e pret, pse aty nuk ka këngëtar të vërtetë, moderatorët. Nëse ty do të thonin që Alban e bëjmë këngën e këtij fundvitit të Topit me AI, do votoje pro? jo, domethënë nuk është se po e paraqyjoj AI, më kuptosh, por domethënë paktën kënga e fundvitit nuk është se ka sens që njerëzit aty dalin si këngëtar. Ideja është që të jetë një këngë Gjithë përfshirëse. E dim ato që ndodh, por për të bashkuar trendit e disa personazhe televiziv në një kontekst tjetër, kurse kur shoh pastaj nuk e di, ca piktorë që këndojnë ose ca sportista që këndojnë. Ka dhe sportista që këndojnë. Nuk është se i paragjykoj ta thash, Jo, unë i sepse paragjykoj, kjo ka ndodhur edhe të kaluarën, po mendoj që nuk më pëlqen kjo gjë. Unë mendoj se populli vazhdon të jetë inteligjent edhe ditën ndaj të mirë nga e keqja, me thënë të drejtën, edhe në rastet kur shohim I lexon komentet? unë përgjithsisht nëse po flet për profilin tim, kam komente tek të tjerët. Tek të tjerët. Sa i dallon vërtet, sa Nëse çfarë ndodh, është shumë interesant puna e komenteve. Kur jam keq me humorin, ulem darkë dhe shoh komentet profilit. dhe realisht ka magji, ka perla. Dhe komentuesit e kupton sa inteligjent janë sepse ka një sens ironie, por ka edhe një verbëri të madhe, domethënë. Po për këtë verbërim po flisja. Në komente shef di verbëri, një iluzion të frikshëm, domethënë, dhe kupton që realiteti jon jemi në një rrugë të keqe. Se budallëku është lehtësisht i identifikueshëm. Ore, unë kam nxjerr foto me AI që kisha me muskuj edhe njerëzit bravo. Bravo, unë edhe kisha shkruajt që është fake si foto. U detyrova bëra koment poshtë, sepse më vjen s'dua t'ju tremb të nxjerr foton time të vërtet. Dhe prap njerëzit bravo vllai, ke pasë punu. Në pak marketing se janë të rëndësishëm shumë sponsorat, edhe menjëherë fjala për Ardianin pastaj. Gjuat është e bërë gjitha nga AI. Ardian, e dëgjove? E bukur. E ka bërë Visian? Po. E bukur vërtet? Po, e bukur është. Por shiko, domethënë çai mungon kësaj këngë AI nga ajo muzika e vërtet që bën njerëzit me orë të tëra në studio. Domethënë, nga që unë transmetoj muzikë me instrumenta shumë. Albani është profesionist i kjo gjë, domethënë edhe mua m'pëlqejnë instrumentat. Po, pëlqen originaliteti, por shiko, domethënë gjitha këto kanë se edhe kjo AI-ja ka një sekret, po e quajmë domethënë, se ka njerëz me tamam që kanë dell muzikor, të dish ta përdorësh. Edhe mund të përdoret si instrument. Për shembull Albani përpara besoj mend janë përdor Cubase, janë përdor Fruity Loops, edhe ato kanë pasur. Por domethënë kur e përdor si instrument, pra kur këto promptet ti i ke të sakta, din fiks ku duhet më fut muzika, ku duhet më fut një vegull muzikore, ku duhet më fut zani, ku duhet më fut kori etj. Mund dalin diçka e bukur. Unë për shembull shumë herë më kërkojnë muzika, i domethënë edhe ka për aty që i nuk i refuzoj dot se janë të bukura. Domethënë kjo është e padiskutueshme. Por ka keq informim shumë. Domethënë ka njerëz që dëgjojnë këngë, mendojnë që është origjinale dhe pretendojnë që të knohet edhe live diku. Për shembull, po t'jap rastin e koncertit që do bëhet tash te Kanye West. Ku një nga këto fansat që ka blerë biletën tha unë mezi shpresa që të shkoj të shoh koncertin dhe dëgjoj tha Silver Night. I thash me fali thashun, Silver Night nuk është kënga e tij, është një këngë virale bame nga një këngë ruse, domethënë. Që është rikthyer edhe një herë një nga këto çuna që merren me ai, e ka bërë shumë virale. Është bërë duete në shumë versione, po me zërin e Kanye West, se këta kanë dalë tash zërat edhe domthon ai ishte entuziast se do shkote tani gjote live. I thash do zgënjesh atë këngë që është bërë me ai dhe mendon që ka bërë Kanye West. Po në fakt edhe zëri dallohet që s'është i Kanye West. Pra kush e njeh vokalisht aty? Jo, po them një rob që e njeh muzikën, e kupton që s'është zëri i tij fare, s'ka lidhje. Kjo këngë ka tekstin shumë të lezetshëm. Faleminderit. Tekstin e kam bërë unë bashkë me shokun tim nga Shkodra, të cilin e përshëndes, ai e ka emrin
anti-AI. Domethënë sepse edhe videon ma ka bërë ai, not AI. Edhe madje po ta shohësh referencat në YouTube e kam shkruajt lyrics not AI, video not AI. Çdo gjë tjetër është AI. Tani çan do ti tekstin e shkruan vet dhe ja, domosdoshmë si është procesi mekanik. Procesi është i tillë. Shiko, është shumë e vërtetë ajo që thot profesori, tash se do të flasim profesor se un jam mes dy profesorëve të muzikës, le të themi, profesori i vjetër i Goldit dhe profesori i aktuali i muzikës, i partiturave. Tani ideja është çfarë ndodh. Un për shembull, pasi krijoj një tekst, jam i lumtur me një tekst, kur ti mendon një tekst, kur krijon për çdo artist, e ka në mendjen e tij dhe se si të këndohet ky lloj rrymë, ky lloj teksti që ke bërë. Pra, siç do të dëgjosh më vonë një këngë e cila është pak në ritmet house, në ritme verore, po prap tekstin e ka të bukur, por është pak më minimal si tekst, pak më i shkurtër. Unë shkoj dhe krijoj promptin për këtë lloj muzike që dua. Tani, kur del muzika që del, asnjëherë s'është perfekte, ashtu gjithashtu dhe teksti. Dhe ti do detyrohesh që shpesh herë të vësh shenja piksimi, të përcaktosh tekstet në mënyrë t'ja përcaktosh tekstin që në tekst që ai ta interpretoj atë tekst siç ti do. Normalisht do bëhen disa bëhen disa variante derisa dalë varianti që ti je i kënaqur me muzikën. Të jep një opsion që është opsioni që zgjedh ta këndoj femër ose mashkull, por ti gjithashtu mund të shkruash në promptin që nëse të pëlqen vokali më black, më kështu, të cilat gjë unë kam mësuar më vonë se si trajnohet që mos të jetë vokali bazik, sepse zakonisht ajo ka tendencën të nxjerrë në të njëjtin vokal çdo gjë që bën. Edhe pastaj një ndër gjërat e tjera është që weirdness, pra që do të thotë e do të çuditshme apo e do fiks siç e kërkon ti. Dhe ti do bësh një balancë midis të çuditshmes, që ajo krijon diçka në algoritmi përplas spontaniteti. Po, pra tip improvizimi, le të themi, improvizimi virtual. Po improvizimi nuk është më improvizim, por është i kërkuar, kjo është. Por është i kërkuar, pra është i krijuar nga algoritmi dhe i testuar, i trajnuar me shembuj konkret të muzikës. Algoritmi është fjala më e përdorur këtë ditë në Shqipëri, iniciuar edhe nga Rama. Alban, si çdo gjë e re që futet në treg, siç janë futur fillimisht telefonat nga ato me kabuj, kaluam tek ato me tastier, më pas me touch, edhe kjo duhet të përqafuar, ose më saktë duhet me i marr më të mirën, si më thënë, gjë se nuk e shmangim dot avancimin e teknologjisë. Nga çfarë duhet të kemi kujdes, cilat janë rreziqet që mund të kontaminojnë muzikën e vërtet e AI dhe mendon që me kalimin e viteve mund të heqë disa lloj pozicione pune? Po AI për mendimin tim ka filluar gjatë të heqë disa, pak në raport të muzikën flas. Domethënë ka hequr interesin e se unë vi nga një brez që ne ku dëgjon, kemi qenë 20 pianista në klasë. Tani unë kam shtëpinë afër liceut edhe kaloj për ditë aty edhe nuk dëgjoj asnjë piano. Vërtet? Dëgjoj shumë rrallë, dëgjoj një violinë, shumë rrallë dëgjoj dikoj që bën një prof për kanto siç ka qenë. Po. Kur isha në shkollë. Nuk është se kjo ka ardhur vetëm nga AI, se tani ndoshta ne jetojmë në një lloj konteksti që jeta e qenurit artist është bërë më e vështirë se sa dikur, ose ka rënë ajo ideali, po themi. Por AI po ndikon në këtë lloj gjëje, sepse ti nuk ke nevojë sot, po themi kot, ti je pianist, ndërkohë që ti mund të mësosh ato software-in edhe të bësh dhe pianistin dhe këngëtarin. Gjë që ka kohë që ka ardhur treg, që njerëzit janë shqetësuar për faktin që përdorin aplikacionet. Për të krijuar muzikë, është pra inteligjencë është dhe kjo, artificiale. Dakor, por problemi është që sa më tepër kjo skem, se domethënë AI dikur për gjeneruar një foto ishte me piksel shumë të keq, ishte dukshëm i gjë manipuluar, është falso, sot është përmirësuar dhe ti e ke shumë të vështirë dallosh një foto. Kjo ndodhet edhe me muzika. Do vi një moment që ti edhe këto imperfeksionet e vogla që thot Visiani do rregullohen dhe do bëhet krejt e pa perceptueshme. Kam një pyetje, domethënë, sepse tashi po dalim te kjo varianti. Në qoftë se këto konkurset e bukurisë sot lejojnë që të jetë edhe e prekur gjithmonë nga pjesa e kirurgjikale etj. Mos të nesër do kemi domethënë festivale vetëm me muzikë jajt, po kush do i kënojnë, kush do jenë domethënë. Po janë dëgjoj, unë mendoj që sepse po ta lejosh në këtë formë për me hin kështu kaq domethënë ku do shkojnë që kur ka kompeticion ose kur ka garë është s'ka sens të jetë AI. Po mund të ketë një çmim aty, kënga më e mirë e AI për shkak dakord, po
Domethënë nga festivalet që po ndodhen aktualisht në Shqipëri, ata kam përshtypjen që edhe sot mund të përdoret, domethënë e përdor tekstin për shembull shumë vetë tash po e gjenerojnë AI sepse nuk e kanë atë krijimtari. Domethënë një nga gjërat që them unë që është e perceptueshme është që sidomos në vende si Shqipëria që jemi vende të vogla. Mua më ndodh kjo kur kam një njeri përballë dhe unë e di pak a shumë potencialin e atij për të bërë diçka, paktën në raport me muzikën. Dhe unë kur shoh nga, nuk e di, dikush duke ditur, si thosh, duke pasur një lloj njohje dhe duke pasur një lloj historiku, duke e njohur se çfarë mund të bëj ai, ndërkohë që ai më sjell mua një produkt, më mjafton vetëm kjo gjë për ta kuptuar që këtë nuk e ka bërë ai. Plus pastaj që ka imperfeksione të tjera. AI nuk ka arritur akoma në pikën që të jetë një produkt totalisht i saktë. Aty ka gabime harmonike, ka gabime në BPM-in, për shembull gjatë këngës, në gjithë çfarë është BPM-i? Tempi i këngës, pra në gjithë këngën ka ndryshime tempi brenda luhatet. Po, ndjeva pak të kjo kënga që dëgjuam. Po. Jo, se ti se di e çfarë, kështu që s'kishe si ta kuptoj. Tani që më shpjegove, dëgjoj. Ajo e ka vetë të tillë tempin ashtu kënga, sepse është vetë rryma e tillë, po realisht këtë e kupton vetëm kur e fut në aplikacion, në program. Se unë edhe ka diferencë, pra është e pamundur që ti të bësh një punë mbrapa, pra po ta përdorësh si wave për të rregulluar diçka, nuk e bën dot sepse tempi ka që nuk është perfekt. Pra ajo që po thotë Albani. Do të shpresoj që magjia e muzikës vërtet, instrumentat, këngëtarët, muzika. Emocioni njerëzor duhet jeti pra nishën, po largu emocionin që kjo gjë nuk do vi deri në zhdukje, po themi, natyrisht do vi. E di pse nuk besoj se unë shoh vazhdimisht thirrje të njerëzve për shkakun që kërkojnë Top Festin që aty improvizojë live. Kërkojnë The Voice-in që është një përveç magjisë televizive, po këngëtarët këndonin live dhe orkestra ishte live. Pra, është si çdo gjë pasi ne bingopemi. Personalisht më pëlqen edhe imperfeksioni, domethënë edhe i gjatë, domethënë një vokalist që sa arrin dot atë notën e lartë, por është live, po është domethënë është njerëzore. Po. Domethënë absolutisht, shumë e vërtetë. Derisa ato të shpallin armik populli në këto pemët e Tiranës, por mendoj se pavarësisht se çfarë karriere ke, po ta vëm për një muaj, e rikthejmë prapa se. Mendoj se ç'është diçka. Ajo është mendoj se kjo gjëja është një çështje konsumi. Pra do jetë si një ëmbëlsirë që të pëlqen shumë kur e shef, me si pretazh dhe kur fillon duke ngrënë vele shumë shpejt. Si punoj në restoranteve, pra ne i sollëm një moment të gjitha në Tiranë sushi aziatik tani. Jemi rikthyer te djathti të gjizat e Po ecën fort byrek. Vistian Bash kam parë njërin sot duke bler byrek me Hermes, atletet të jeans të diskuaret. Alexander McQueen, reklama urgjentisht dhe kalojmë tek Ardiani pastaj. Të 9 shënore eksakte në këtë moment, 11 është mërkur, paradite, po dëgjoni live from Tirana, jemi duke diskutuar në studio me Albani, Visianin dhe Ardianin për profesionistë të fushës respektive, për muzikën e AI versus muzikën e vërtet që të drithëron shpirtin, por jemi në korat që jo vetëm në radio, jo vetëm në TikTok, por dhe në Instagram, po ashtu që besohet që është pak më i filtruar se TikToku. E shohim shpesh që ka shumica e këngëve që janë virale, aty janë AI gjurmët, për shembull është AI gjurmët e botës, janë tek ti, kështu gjëra të kësaj natyre. Ti vetë si dashamirës së muzikës, gjithashtu jemi, po duke qenë se e kem më të ngulitur këtë gjë edhe duke drejtuar Top Goldin. Duhet përqafuar, duhet të pasur më shumë kujdes, si çdo gjë e re në treg, apo është efekti kohë? Unë kam përshtypjen që është efekti kohë, çdo gjë të rregullojnë, shiko, edhe kjo pjesa e kësaj, AI ka përshtypjen aktualisht është përdoret më kollajn për drejtat e autorit. Pra nëse ti ha një këngë AI në YouTube, nuk ta ndalon, si më thën, por ka një gjallë ajo. Për shembull Suna po pra, Suna për shembull një nga këto programe që automatikisht nëse ti pretendon ta monetizosh atë gjën, ajo del si autor thotë valla shiko se kjo është pronë jemi dhe ti nuk mundesh me të mos e shumë tentojnë për këtë idenë që un po i hedhi dhe përfitoj por besoj që tregu do fillojnë ta rregullojnë edhe këtë pjesën që aty ku ka vend për inteligjencë do jetë për inteligjencë, aty ku ka vend për muzikë, mirëfillt do jetë muzikë. Do të surprizoheshe nëse një nga emrat botëror do të publikonte një këngë me AI. Emrat e mirë ta përdorin për instrument nuk surprizon fare. Edhe ajo edhe ka ndodhur.
për instrumente përdoren. Besoj që aktualisht sot përdoren, besoj që bëjnë muzikë, bëjnë demo dhe pastaj e aranjojnë edhe puna që doli dikur u bë virale fakti që këngëtarët edhe hip-hopistët dilnin dhe këndonin me autotune, që në fakt ne si vini me emrin si ç'duhet atëherë, po autotune është një sistem AI i cili të intonon notat që nuk i ke të intonuara. Ose live autotune. Po pra, edhe live tani këngëtar të mëdhenj për shembull, edhe Kanye West kanë mikrofona të avancuar që kanë sistem AI të gjeneruar në chipin e mikrofonit, që real time ai këndon dhe i del vokali i perfekt, pra notat perfekte siç ai do donte ti këndonte. Pra indirekt ka ekzistuar rregullim teknologjisë. Futja siç ka ekzistuar për shembull aplikacionet që femrat postonin foto dikur, që rregullonin çik buzën, rregullojnë, po në fakt indirekt kjo është ti të manipulosh foton reale, pra. Është AI, është teknologjia që sheringat që bëjnë femra, për shembull, mund të jenë AI, se ato AI njerëzor, po. Injektim AI në shpirt. Një pyetje, ti për shembull Mateo i Big Brotherit, që këtë kohë është moderator, të Top Arena ka publikuar një këngë, nuk e di nëse e ke dëgjuar. Jo, vërtet. Nuk po tallem. E ke dëgjuar apo jo? Jo, se kam dëgjuar, me thënë drejtën, më kuriozon. Këndon Mateo ja. Danko e gjejmë dot në real time, Mateo kur të jesh larg quhet. Këndon Mateo. Këndon Mateo, pra. Perfekt. Nëse mund ta fusim edhe në video wall. Edhe në video wall, e ka bërë dhe me klip. Po se e këndoi të Top Arena dhe studio është gati aty. Wow. Kështu që nuk befasove realisht se dia. Por nuk e dija që ka bërë këngë. Jo. Oh no. Mateo? Këngë? Mateo Bori. Apo është prank që e keni bërë vetë? Jo, ka një sekondë. Këndon vet ai. Sa të shoh, këndon vet, kënga mban titullin Kur të jesh larg, Kur të jesh larg. Danko Dana. Ja, dëgjoj pak sa të filloj Mario e vendosim dot me klip nëse është e mundur. Po kush e ka bërë muzikën? Se ngjaka si me AI muzika. Ja ta gjej unë në kohë reale, Mateo Bori. Dëgjoj ndërkohë, është publikuar 11 ditë më parë, 182.000 views ka. Ja, tani fillon, dëgjoj. Dim ke pa në dit, të mira e t'liga, edhe kur s'flas ti e di sa m'dhim ka. S'jemi si tjerët, na djek qdo fjall, po prap po këthyhem në të njëjtin mal. Kur unë t'prek, ti esh pa arsye, kur t'mërzita prap merë dhe si hije. Sigur gjithçka që jemi ne dy, ti shku me u dasht, me u lëndu. Sikur s'ka rim o Kur të shkosh larg, zemra ime do t'flar. Kjo është refreni. Çdo kujtimi jo të ndjek, ngjok si zjarr. Nuk ka ditë që s'të kam men. Ti e gjaku që më vjen. E like, e ndjej që jem. Me mu çdo hap, me mu çdo rrug, me mu çdo dje. Pse që është Alban? Po se e parashikova si duket, ja, domethënë janë se me stadium Mateo merret me po ka qenë instruktor, fitness. Po merret me fitness. Unë personalisht do kisha dëshirë që ai ta përdorte AI-n për kontekstin në cilin ai funksionon. Edhe unë ta thash dhe në fillim, do doja shumë që njerëzit ta përdorin për të perfeksionuar një gjë që ata kanë një ekspertizë. Mendoj që është e tepërt që ti se është njësoj se tash i them që unë di të pikturoj, ku dëgjon ti jap ca template nga Picasso aty dhe të bëj një murale në Tiranë dhe të them pastaj që hapin ekspozitore me piktura me AI. Nëse ti e përdor atë si instrument, e sfidon ke pikturë. Nëse e përdor si instrument për të perfeksionuar atë gjë që ti ke, jam dakord, po tani sa i dukshëm nuk e këndon atë. Ai dukshëm nuk ka lidhje me muzikën. Tani se dua ta është eksperiment. Komentet thon për të kuptuar pak atë që ne diskutojmë pak më parë, kënga shumë e bukur, thotë njëri teksti i bukur, çdo ditë të dëgjoj, thotë dikush tjetër. Bravo Mateo, shumë e bukur kënga. Urime, dashuri, lumturi e gjatësi, thotë dikush tjetër. Kemi xhan Mateo, gjithë Kosova është me ty frate. Pra fratja pas e shuar deri në Kosovë. Të lumë Mateo, të lumë që një ylli vërtet frate. Me që më pyete për autorët e këngës, orkestrimi është bërë nga Kelly.
orkestrimi. Po. Po, jo mos ajo është AI. Ska, unë se di Kelly di që bën muzikë të bukur, më thënë drejt, duke tingujt, dukeshin dukeshin shumë midi, shumë me AI, shumë muzika A më kuptosh edhe zëri nuk është i tij, është i tij. Besoj se zëri komplet është AI. Ndërsa Kesin e ka bërë motra e Mateo. Teksti ishte pa rim, domethënë, kishte nuk përputheshin fjalët, ishte si prozë. Po pse më është dëshirë njerëzve për të. Jo, unë po komentoj këtë me që na nxorri këtu, pra jemi duke fol për AI-n, po flas teksti duke gjeneruar automatikisht si tekst. Pra unë e njoh shumë mirë si gjë sepse unë merrem me të dhe e kuptoj shumë mirë. Madje ne kur ishim në Hapçu me Cubin, kemi pasi rubrikë që thjesht i jepnim një prompt, na bëj një poezi për Seattle-ën, e kupton? Dhe ai bënte një poezi, e kupton? Dhe e lexonim bashkë me idiotësirat që thoshte. E kupton? Dhe kemi bërë dhe dukej shumë i gjeneruar automatik, pra s'kishte as rim, s'kishte poezi brenda. Kishte fjalë, vetëm fjalë të lidhura. Pra mendoj se është bërë me Ronaldo ka përshtypjen që në atë moment që është ka qenë live do t'i kemi bërë mute në atë momenti Simon se Pyet Manushen, s'ta duhet. Nuk A konsiderohet ti bëje një këngë, pse nuk e konsideron? Unë jam të merr, domethënë komplet në aktrim, në muzikë, di veten time që jam beter aty dhe rri më mirë në këtë gjë. Po ndoshta kjo që bëjnë unë është dhe budallëk, se ka njerëz që kanë parë hajër. Nëse për provokator je shumë i mirë, ke talent. Janë shumë të rradhë provokatorët si puna jote. Me një buzëqeshje të pafalshme në fytyrë që hop fut një provokacie aty. Më pëlqen domethënë këtë që ke mbaje. Po dëgjoj, për shembull, vitet e Ramës me AIP që u bën shumë virale, më të shikuara nga gjithë kjo protestë, video më të shikuara ishte ajo që bën Ramës si balerin, që ai postoi pastaj. Po. Kështu që AI është dhe i lezetshëm. Është i lezetshëm, me thënë drejtën, AI përdoret e përdorim ne në shoqëri për njëri tjetrin për të bërë gallat, i çojmë video gallat njëri tjetrit nëpër WhatsApp, e përdorim për të bërë prank. Aktor humori që bëjnë humor me ChatGPT ka? Me thënë drejtën, unë në djenin time nuk ka. Pra kolegët e mi janë gjithë shkruajnë bio, sepse është shumë vështirë të bësh humor me ChatGPT. Pra pavarësisht nëse do trajnohet muzika, sepse varet nga instrument konkret që dhe me nota, të trajnosh humorin me AI është shumë e vështirë, mendoj. Por nuk mendoj se do jetë e pamundur, sepse AI gjash shkruan, pra bën tekste dhe nëse dikush e kërkon si prompt, mund t'i fus pak dorën vet, mund ta rregullojë dhe gjë që bëhet, përderisa po shohim seriale me AI, pra kanë dalë, nuk e di e keni parë në TikTok, dalin gjithandej serialet mirëfillta, po dhe rri filma. aty hutohesh, i shef. Po, i shef deri në fund si debil, e di që është e shëmtuar. Skenari është si njëjtë, pra po çort njëri film ka një Ethan, është njëri që ka emrin Ethan çdo film. Një periudhë kohë unë shija shumë këto video të shkurta në TikTok me patlıxhan, me speca, me domate, që patlıxhani trasonte specën, ajo qante pastaj lule shtyri dhe kish ku me bananën. Dhe gjeja vetëm në fund të videos i afektuar me atë gjën, pra thash një sekondë, thirrri trurit se s'është reale. Vërtet. Alban, si profesionist i fushës, çfarë ke të rëndësishme për të në fund të kësaj bisede, duke qenë se jemi në minutat e fundit? E të rëndësishme, unë do doja që AI natyrisht, edhe sepse ne nuk kemi forcën që të dalim kundra, Nuk e shmangim dot. AI të zinte atë vend që i përket në ciklin njerëzor. Mos të përfundojmë që të bëhemi një gjenerat e cila nuk ka mendim, një gjenerat e cila sipas meje është ngritur stresi social sepse e kanë AI-n si mjet jetese. Do me thënë, base kjo është përshtypje ime gabuar, po unë shoh shumë pak komunikim, shoh shumë pak ndërveprim midis njerëzve dhe kjo mendoj që është kundra natyrës njerëzore sepse ne jemi qenie sociale dhe jemi në një farë sensi të detyruar të bashkëpunojmë dhe bashkëpunimet gjithmonë kanë sjellur vepra të mëdha. 80% e botës thon statistikat që sot përdorin problemet mendore. Pra, kështu që tani kjo ka sjellur njerëzit janë bërë më të tërhequr, më të stresuar në një farë sensi sepse ti nuk e di, është bërë shumë e cekët ai spesori që duhet ty për të qenë njeri normal, po themi. Humane. Kështu që do doja që AI me kalimin e kohës të perfeksiononte vetveten dhe të zinte atë vend që i përket në këtë gjenerat.
Edhe ne them të dim si ta përdorim. Po njeriu është qenie që i pëlqen të manipulohet, është qenie që i pëlqen të ketë shortcate dhe të arrijë në një zgjidhje të shkurtër. Në një zgjidhje të shkurtër, por unë jam nga ata njerëz që i vë rëndësi procesit, sepse mendoj që procesi ty të vlen, unë Visiani Ardi, ndoshta kjo është çështje gjeneratash, po vim si thosh nga një cikël i gjatë. Dhe procesi ty ndihmon të njohësh veten, të përmirësosh veten dhe të kesh një produkt autentik që të dallon ty nga një aktor ose nga një muzikant tjetër. Qofse njerëzit pse është një aplikacion që përdoret, titujt janë të softwareve të ndryshëm, po është një makinë e madhe që gjeneron. Po. Edhe nuk ka këngë si 80-ën, si 90-ën, si 2000, që është e vështirë që një këngë e AI ti mbijetoj, nuk e di, një muaj, jo më pastaj një viti. Dhe kjo është arsyeja themun që kam shpresë që AI me kalimin e kohës do përmirësohet edhe në këtë aspekt dhe do zëri atë vend që i takon, jo të bëhet shtylla kryesore e mënyrës se si jeton. Ta përdorim ne siç duhet dhe jo AI-ne. Ardian? Edhe unë aty pak a shumë ajo që thotë Albani është domethënë jam tek ajo që AI do të zajnë vendin e vet, aty ku e ka vendin e vet, domethënë edhe komplet pjesa tjetër do jetë zgjedhje njerëzore, domethënë që unë më pëlqen kjo gjë, duhet dëgjoj. Por unë jam te emocioni njerëzor, domethënë, po që emocioni njerëzor është si puna e saj, domethënë, ka një këngë, ka histori më apo. Ka një piknisje, pse u bë kjo këngë, si nisi kjo këngë. Domethënë, po më lexosha para ca ditë për shkakun që nga shumë informacione që kam nga muzika e nga për shembull për këtë Smells Like Teen Spirit, domethënë, si ka lind thjesht titulli i këngës dhe pastaj kënga, domethënë, ishte një histori njerëzore të një shoqe që shkruan një shkrim në mur kërti të thotë ti vjen si era Teen Spirit ishte një emër parfumit si më. Po. Edhe ky e mori si një slogan revolucionit dhe e krija, kupton? Pra kurse me AI unë thjesht ulem aty, ma bën një këngë rap, ma bën një këngë house, ma bën një afro house, edhe o burra bëj. Domethënë duhet të ketë emocion njerëzor, po s'pat emocion njerëzor, domethënë unë them që arti është njerëzor, po që njerëzor nuk. Visian? S'mund them as i fjalë ndryshe nga ç'than para folësit, me thënë drejtën. Mendoj se çdo gjë është një cikël të cilin ne duhet ta kalojmë, siç është çdo fazë që gja kemi kaluar në jetën tonë. Erdhëm nga një jetë e cila s'kishim televizor me ngjyra, edhe papritur u përballëm me një celular që ishte me touch screen. E kupton, ishte një gjarë revolucion për neve. Erdhëm nga makina që bënin zhurmë, që ne i fusnim marshin, knajtësia fantastike që kishe. Kalon të automatike, tani elektronike, e mësuam makinën bio, dhe tani kalojmë te i makini i cili i ulim kom, bëjmë mohabet me gruan dhe i themi ço çik ke topi. Makinës dhe na çon vet makina. Pra jemi dëshmitar të shumë cikleve që ne kemi qenë dëshmitar dhe i kemi jetuar dhe tani na duket normale. Siç do të na duket normale pas sa vitesh, AI do jetë një gjë totalisht normale. E kupton? Por edhe se çdo gjë do rafinohet. Por do shkojë në vendin e vet në shoqëri. Ju falenderoj shumë që ishit në program, edhe një të mërkurë të mbar në VM. Lulen? Gjithashtu. Çfarë? Ta mbyllim me lulen? Problemi është që kemi kaq shumë sponsora, po do japim pas fleshit informativ. Pas fleshit lulet? Lulet pas fleshit. Ecim me reklama.